që ka pru prej analizave laboratorike, është vërejtë se pacienti ka edhe mykun në laringun edhe në sinos. Kështu që ne kemi bërë një trajtim të kombinuar me vajra esenciale, me ajrin e bletës edhe me propolis. Edhe rezultatet kanë qenë evidente. Parametrat e përmirësimit të pacientit janë paraqitur në diagram. Ne nuk kemi rast të mjavon me pa formën diagramit se që është paraqit, por me kalimin e kohës pacienti ka qenë në 3 ditët e para ka u dhe kretë fare e ka gjujt atë masë ndimse që e ka bajt me veti. Dhe më thonë se trajtimi me ajrin e bletës është plot për plot shtetësi, është një farmaci në veti. Trajtimi me ajrin e bletës bëhet aty, bëhet në vend, nuk mund ta bësh në shtëpi, si me thonë, duhet t'jesh aty për të bërë trajtimin. Ne kemi inhalatorin ma modern, ma i perfekcionu, sepse në këtë lami, se për këtë trajtimi me ajrin e bletës, pak në botë janë Gjerman me inhalatorin të ndikura sistem. A inhalator është mas i perfekcionu edhe inxinierët Gjermanë dhe bletëritës profesionale. Marë 5 vjetë për lëmtin në institutin Max Planck në Enit për me bëha më të mirën të mundshme rreth trajtimit. Edhe ne këtij hulumtimi i kemi hyrë, sepse çdo herë kam qenë kurreshtar, çka po ndodh me pacientin që po merr ajrin e bletës. Detyrimisht jemi involvuar në mjekësinë konvencionale për me hyrë atë mjekësinë alternative. Tash kemi informacione edhe gjitha ato se çka ndodh me ajrin e bletës kur e fut në diafragmë, si përzihet, si kalon deri në gjan, molekulat e nektarit, përpos të oksigenit që i pranojnë alveolat. Unë kam dëgjuar për trajtimin me ajër, madje më duket se në farmasot tjera në Ersek folën për këtë gjë, e kishin futur si trajtim, dhe më thënë, ma ka vrarë veshin, por ka menduar se është diçka që ti e bën për qef, e provon. Në fakt ju mendoni që ajo është, në qoftë se nuk e bën një herë, po në vazhdim, ajo është shëruse, ka veti shëruse, pra, po propozoni ju, po bëni ju. Krejtë e mira e kësaj është që trajtimi me ajrin e bletës është për të përmirësuar parametrat të shëndetit. Parametrat e kujt? Të shëndetit. Të shëndetit. Do më thënë bëhet në përgjithësi për shëndetjen e përgjithshëm të trupit, apo? Shëndetin e përgjithshëm për imunitetin. Për imunitetin. Mirës në këso klinikash apo në apiterapi apo çfarë trajtimin me këto produkte të bletës është mirë jenë kryesisht pacient jo pe klinike, është e vështirë sepse çdo trajtim me produkte të bletës llogaritet si më i butë natyrisht pa efekte anësore, shumë i shnosh. Janë të disa kritere. Nuk është mirë me funksionu kjo për qyteteve. Është mirë spaku 5-6 kilometra larg qytetit, larg tregut, larg kontejnereve, sepse bleta ku të gjena mëlsira i kullot. Pacienti ka nevojë për nektarin e lulës, jo për livoreve të bastonit e kupodionit, avanozave thyme. Unë jenë do kritera aty. Që tjetë sa ma e efektshëm të këtë. Çfarë bënin tjetër njerëz të cilët ju takuat atje përveç asaj që ju bëni? Çfarë pat që bënin ata? Kjo është një segment, kjo që po flitni ju, një pyetje që ma bot profesionale, sepse me të vërtet nuk është interesant si veç më shku me hulumtimin të shkencore dhe më lidhë veç për atë hulumtim. Një pas në rastin të këndejnë përvojat me bletëritës të botës, shohim teknologjit e fundit, por e mira së mirës ka qenë që me mira mundshme ka qenë kontakti me bletëritës sloven. Slovenët kanë një kulturë në qanë, ata që përket bletës, ata në shumë të avansuar. Pile hallë po iniciative të slovenëve është që të kanë marrë si kanë tentuar të paraqitë në fundët e varkuara, kanë kërkuar të formohet të jetë një ditë botërore e bletës. Ta është iniciativa 20 vjeçare që është bërë, 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 që është b
maj, dita botërore e Mbretërës. Kjo është ditëlindja e Slovenit. Ata kemë gjetë kërkoje shtetje rreth këndimit të përvojave edhe të organizimit të kurseve ndryshme të kësaj jamie, nëse ne jemi të gatshëm të hesim të punë. Nëse ata ishin shumë të interesuar në një formë më profesionale. Pastaj aty kontaktuam me një përfaqësues i cili nuk më këto themi ti, po në vitin 2027 do të organizohet konferenca 5 botërore në një qytet anglisht, ku aty ekspozohen ulëmtimet shkencore rreth propolisit. Propolisi është një botë, një farmasi e pahulumtuar. E pahulumtuar. E pahulumtuar. Ka tregova më herë, i ka rreth 235 elemente përmbysese, po është në mrekullia propolisit me marrë me këshirë ka do të propolis. Më falë, të pyes për diçka, se ju flisni për propolisin dhe thoni që pa ulumtuar. Ky që blejmë ne në për këto dyqanet që na thonë bli propolis dhe të bën mirë për grykën, çfarë na shesin? Ç'a blejmë ne? Ky është i tretur 20%. Ky është që po shihni është 30%. Do të jetë, edhe këtu ka kritere për propolisin. Ky është propolisi i tretë në cili preferohen forma ndryshme, domthonë ekzistojnë shumë receta të produkteve të Mbretërës, po propolisi është shumë i mirë për fytyn, edhe për organizëm brenda, për podiune. Ky është për kollën e fytit, është fort i mirë, fond spray. Për kollën e fytit, po qumshti i bletës, përse është i mirë? Qumshti i bletës është një temë vetë i cili ndoshta do të më fol një orë për ta. Ne në çfarë jemi sigurisht që nuk kemi kohë të flasim për qumshtin, po edhe aty ka disa kritere. Qumshti i bletës është matrapat, lloj facilitimesh bën, edhe nëse hasim tek qumshti natyral i bletës, pa efekte të jashtëzakonshme diçka. Qumshti i bletës nuk ka afat shumë të qëndrimit, më shumë të më operojnë frigorifer një vjetë. Kushte specifike dhe temperatura është shumë e nevojshme adekuate për qumshtin e bletës. Natyrisht ka shumë probleme sot mjekësia nuk arrin në tru ekuilibri njeriut me intervenu me skalper, po provan si alternativ diçka në qumshtin e Mbretëreshës me zbatu tek pacientat. Po për çfarë? Për çfarë? Më thënë, unë për shembull kam përdorur qumshblete për imunitet. Për çfarë tjetër përdore? Bletës ka një spektër gjanë veprimi që me hi nuk i nxjerr lista. Onë për gjitha. Për imunitet, është stimulant i trunit, për rigenerimin e qelizave, është dhe kundër plagës. Mund është me marrë një shembull çfarë mrekulli është qumshti i bletës. Vezha një mbretëreshe që ushqehet me qumshtin e bletës jeton 6 vjet. E njëjta vezë nëse ushqehet me ushqim larva, ajo larvë nëse ushqehet me ushqim bletës punëtore jeton 30-35 vjet. Çfarë diferencë ka bo ushqimi në qumshtin mbretëreshës te e njëjta larvë. Po si ta di unë që është po blej është qumshi mbretëreshës dhe jo qumshi i bletës zakonshme? Na vjen keq, nuk do të keni shans me e ditë ku. Ma shumë